Atëherë do më rikthyem. Tani do t'ju tregojmë një super histori frymëzuese të një mjekeje të re. Ajo sapo po diplomohet, por për të folur mbi të gjitha përtej profesionit të saj, do flasim edhe për historinë e saj të dobësimit. Brenda një viti ajo ka zgjedhur jetesën e shëndetshme dhe ka arritur të dobësojë rreth 35 kg. Njëkohësisht e diagnostikuar dhe me sindromën e vezores policistike, ja ka arritur që gjithsesi t'i bëjë të gjitha të mirat e trupit saj dhe të arritë të dobësohet dhe të kthehet në jetën e saj të shëndetshme. Shumë interesante, sepse kur je mjeke, je dhe mjeke e vetes patjetër. Kristina Kore, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Nëse që të kemi në studio. Shumë komplimente, duke shumë bukur. E ke sjellë trupin super në formë, edhe me gjithë përgatitjen që ti ke pasur, të paktën këto 6 vitet e shkollës, për gjën e parë që të shërbyen janë për veten tënde. Se arritet ta menaxhosh trupin te vetja jote. Zakonisht mjeku është më i keq i vetes, mjeku mirë është i keq i vetes, po në këtë rast mu desh të bëhesha dhe mjek e vetes time. Po, edhe është e vërtet. 35 kg të hequra në një vit. Vinin si pasojë e sindromës vezores policistike, apo vinin prej vitesh të tëra që ti nuk kishe pas një kujdes për trupin? Ajo që mendoj unë është fakti që mbi pesha dhe obeziteti dhe të gjithë personat që kanë obezitet, se nuk dua t'i klasifikoj si obez, se nuk i klasifikon obeziteti, normalisht që pasi shëndoshen, të gjitha hormonet çrregullohen. Kur unë jam diagnostikuar me PCOS, ose tani siç quhet PMOS, se ka ndryshuar emrin, gja kam qenë pak mbi pesh, do me thënë jo shumë, po kam qenë pak mbi pesh. Edhe kisha një farë insulinorezistencë, se baza e PCOS-s në shumicën e rasteve është insulinorezistenca që e bën më të vështirë dobësimin. Dhe pas asaj unë kam vazhduar dhe kam marrë pesh. Do me thënë ka qenë një rritje shumë graduale. Vinte në mënyrë të papritur, apo kishin, si funksionon? Ke dhe një lloj nepsi, për të ëmbla, për ushqime junk food? Pa tjetër që kryesorja është nepsi, që si të gjithë ne, do me thënë, nepsin e kemi. Ëmbëlsirat, pak fast food dhe janë të gjitha. Po, të vinte dhe me thënë një formë që po merje pesh paksa më shumë se çka mund të merje me anë të ushqimit, se kam dëgjuar shumë raste që më ka thënë nuk haj shumë, po poshtoj edhe nuk po e kuptoj pse shtoj kështu. Po, me kalimin e kohës po konsumoja të njëjtin ushqim dhe po vazhdoja po shëndoshesha. Dhe duke u shëndoshur po shtoj më shumë nepsi dhe normalisht shtohet më shumë sasia që ti konsumon. Dhe më pastaj çfarë, më thënë si ku që ajo pika kulminante që ti vendoset të merje edhe këtë ndryshim drastik? Personalisht nuk kam pasur një pikë kulminante, thjesht kam provuar shumë gjëra derisa unë mësova të njoh trupin tim, edhe të shikoj se çfarë funksionon për mua dhe për trupin tim. Pra tentove dieta, metoda të ndryshme. I kam tentuar të gjitha gjërat. Intolerancën baza apo? Si? Intolerancën ushqimore? Po, e kam bërë dhe intolerancën ushqimore. Normalisht është shumë e rëndësishme që ti të shohësh se te çfarë ti je intolerante. Dhe ndaj unë në fillim fare kam mbajtur një dietë goxha restriktive, duke qenë se kam qenë shumë intolerante nga shumë gjëra, duke qenë edhe gluteni një nga këto, laktoza, dhe çfarë ndodh tek intoleranca? Në momentin që ti je intolerante nga një ushqim i caktuar dhe ti e pret atë për një kohë minimalisht 3 deri në 6 muaj, ajo intolerancë mund të reduktohet. Është shumë e rëndësishme të përmendet, domethënë. Dhe tani nuk ndihem sikur jam intolerante aq shumë sa kam qenë, domethënë. Ndryshon thua? Po, normalisht. Ndikon shumë. Çfarë provove në fillim që nuk po të funksiononte? Në fillim kam provuar këshilla shumë online nga njerëz që realisht nuk kishin të njëjtat problematika nga unë. Këshilla më kryesore që kam dëgjuar nga të gjithë është thjesht ha më pak dhe lëviz më shumë. Okej, mund të funksionojë tek një njerëz që është mbi pesh, po jo tek një pak ka të bëjë me deficitin kalorik në këtë rast apo? Me sasinë më shumë se sa me deficitin, sepse në atë moment kur kam qenë adoleshente në gjimnaz nuk e kisha shumë atë konceptin e deficitit kalorik. Duke qenë se nuk e dinim dhe shumë mirë se sa kanë qenë kaloritë e çdo ushqimi që ti konsumon, duke marrë parasysh kur ha e zëm një drek në shtëpi, ti nuk e di se sa mund të jenë kaloritë fikse, sidomos atëherë. Ka qenë pak më vështirë për të matur. Po, është një këshillë që jepet shumë shpesh, që thjesht konsumon më pak sasi, unë nuk mendoj se është vetëm sasia. Mendoj se ka shumë të bëjë se çfarë ti ha, do me thënë raporti proteinave me fibrat, me karbohidratet, me yndyrnat e mira, yndyrnat jo të mira që ndikon. Dhe si ka qenë regjimi jotë pasi more dhe vendimin? Për sa kohë ti ke mbajtur të njëjtin regjim, besoj deri vonë, po për të pasur ato ndryshimet e para? Atëherë, siç e kam thënë, 3 muajt e parë kam mbajtur një dietë shumë restriktive.
Duke qenë se kisha ullur edhe kripën, që e kam thënë në minimum, ka pasur shumë debat për këtë. Ose kripa të shëndosh ka shumë së nkela. Jo, mua nuk më ka shëndoshur kripa, realisht, si që kam thënë, por duke ullur kripën, ti ndihmon trupin tënë që mos mbaj aq shumë ujëra. Edhe duke hequr atë peshën ujore që ti ke në fillim, atë fryrjen, si që kemi gjithë, sidomos gocat që kanë PCOS, kanë goxha fryrjet e pjesa e barkut, që thonë që mbaj dietë dhe nuk më ikën, kripa të ndihmon shumë me këtë. Informacion kjo PCOS ja prek vetëm femrat? Po, është kryesisht e vezoreve, dhe me thonë. Mund të jetë edhe pa patur kiste në vezore që ti të kesh PCOS, por është një sindrom e femrave. Shqe po thuaj se një pjesë e madhe sot Dhe si lëvizi sasja jote e kripës, sa konsumoje ti në një ditë normale dhe sa pas dietës? Shiko, kripa është pak e vështirë që të llogaritet, sidomos kur ti ke një dietë që ti bën të ngrënë ushqimet të procesuara, sepse të gjitha këto kanë goxha krip. Duke marrë parasysh edhe te salsat që mund të përdoren, për shembull në të gjitha gjërat ose patatina, të gjitha gjërat që kanë shumë krip. Salsa duan. Sasja normale e kripës që duhet të konsumojmë është më pak se 5 gram krip në ditë. Okej, dhe çfarë konsumoje për gjatë këtyre 3 muajve? Jam fokusuar shumë tek fibrat, do me thënë fibrat dhe proteinat kanë qenë kryesorja ime, sepse një dietë shumë e varfër me fibra nuk të ndihmon, nuk të lejon që ti të dobësohesh. Po. Dietë shumë e Që ka varfër. qenë e tillë. Fibrat që gjenden tek perimet, gjërat jeshile, pra këtu e fokusove dietën. Që po bën namin tani, që është Psyllium husk, është një fibër e tretshme, është realisht shumë e mirë në konsumoj çdo ditë dhe kam nisur të konsumoj, domethënë që para një viti, para se të bëj kaq virale, nuk është suplement, është një fibër si punë e farave chia. Okej. Pak a shumë, po thjesht ndryshimi i farave chia me psiliumin është që kanë më pak i ndyrë si përbërje. Po mirë, tani. Të ndihmon me Me deficit. thënë të drejtën në herë, se edhe unë kam qenë në një proces dietë, pa çka se nuk e dola. Shko në Armenia me bën ai cheat meal, me konsumu diçka që Po, ndodh diçka shumë e çuditshme, domethënë në fillim fare e kam patur pak atë pjesën e cravings, ndërsa tani po e kam patur në fillim, ishte pak donte një periudhë 3-4 mujore që të stabilizohej nepsi, por pas asaj tani neps më shumë mund të kem për diçka proteinike se sa të kem për diçka. Kujdes se kthehet prapa i nepsi se. Po shpresoj që jo. Dgjoj, deri tani vajza shumë mirë, Kristina, po Jo, shumë realisht. në 3 muajshën e parë, sa ka qenë diferenca, pra sa kilogram re? Me këtë lloj diete duke ulur dhe kripën në maksimum. Po, në 3 muajshën e parë është diku te 5-6 kg në muaj, kilogram, domethënë. 15 kg rreth. Rreth 15 kg. 15 kg. Po, pastaj më vonë normalisht që ti e ke hequr këtu peshën ujore, domethënë, është pak më i ngadalt procesi dobësimit, sepse nisa dhe palestra. Faza që sikur ndëpritet pak, sikur nuk shikon ndryshime dhe në trup. Po, ajo është faza më delikate që i trëmb. Plato i humbjes së peshës, edhe ajo është një fazë që shumica e njerëzve thjesht ndalojnë aty. Ti e kalove këtë fazë? E kalova, mendoj. Se shumë e përjetojnë dhe mendojnë që nuk po ecën gjë si gjuhë dhe heqin dorë dhe ja nisin dhe një herë prapë. Po, ne dalim tek pjesa më e rëndësishme që është konsistenca dhe për çfarë qëllimi ti po e bën këtë. Qëllimi im kryesor ishte shëndeti, sepse nuk ndihesha e shëndetshme në atë peshë që isha. Edhe duke qenë se ti ke një target pak më afatgjat që ti jesh më e shëndetshme, e vazhdon, domethënë nuk dalon. Jeni ndonjëherë e gjykuar Kristina në gjatë asaj periudhe, qoftë për peshën ose nëse nuk ta kanë thënë deri diku mund ta kesh parë tek tjerë, tek shoqëria? Atëherë, unë nuk jam djerë, domethënë e gjykuar, fatmirësisht, edhe unë kam pasur gjithmonë një vetbesim shumë të lartë, të gjithë njerëzit që më njohin mua e din. Shumë gjë e mirë. Po tani që ka kaluar pak kohë edhe që kam bërë një goxha ndryshim, kur shoh fotot e mia të vjetra, mendoj që si ka mundësi që kisha kaq shumë vetbesim. E ke me veten në radhë të parë. Po ja bindosh edhe nëse s'ta kanë thënë një pjesë e madhe tani thonë që ke bërë gjën e dur për veten. Po, dhe gjithmonë mendoj kur të gjithë njerëzit që më thonë që sa je dobësuar, këta njerëz që të thonë sa je dobësuar, dikur të kanë parë dhe kanë menduar je shëndosh. Po, atë mendoj dhe unë. Këtë një herë kur e thonë. Kur të thonë je dobësuar, do të thonë je dukur dikur e shëndosh. Sa të ka motivuar
i gjithë ky ndryshim dhe në jetën tënde, dhe për përditshmërinë, për stilin e jetesës, sa ka ndryshuar mindsetin që ke pasur më parë? Unë mendoj se procesi im i dobësimit ka qenë edhe më i vështirë se vazhdimi i shkollës së mjekësisë. Edhe vazhdimi i shkollës së mjekësisë ka qenë goxha i vështirë. Që ajo diet, kush studion për mjekësi diet se sa sakrifica ka qenë një sfidë shumë e madhe me veten. Edhe vazhdon të jetë, sepse nuk është diçka që ti dobësohesh edhe ti pastaj vazhdon prapë të njëjtën gjë, se kjo është diçka që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Po ndoshta tani e ke më të lehtë për faktin që dhe organizmi mësohet, nuk ke më ato urina të nepsin. Po dhe ti e shikon që ti e ke pasur forcën që ti ta bësh një ndryshim kaq të madh te vetja jote, dhe kur ti arrin që të ndryshosh veten tënde, ti bësh një ristrukturim vetes tënde dhe jetës tënde, mund të bësh shumë gjëra, ti jep goxha motivim. Tani ke arritur në pikën që ja lejon vetes ndonjë vakt të pashëndetshëm her pas here? Po nuk është se kam atë ndjesi, domethënë, as nuk lej fare, as në të rrallë. Unë kam një problematikë që kur unë kam një craving, një neps, mund ta kem gjithmonë për steak. O, sa mirë, që kanë Domethënë ti mund të kesh vite, muaj pa ngrënë një burger dhe një ëmbëlsirë në këtë aspekt po flasim? Po, nuk kam ngrënë burger, po. Asë ëmbëlsirë? Asë ëmbëlsirë nuk është se kam Prisa kohësh. Po tani nuk e di nëse quhet ëmbëlsirë, po një snack që kam ngrënë para ca ditësh ishte një hurmë arabie me arra brenda. S'është asgjë. Ajo është pse normale, është e lejuar për. Unë edhe quaj ushqime të shëndetshme. Në të quaj antipast. Jo, për hapi shumë kalorike, po që kanë shumë benefite hurmat e arabis, mua më pëlqejnë, pavarësisht se kanë sheqer, unë nuk dua që ta fus shumë sheqer. Po mirë, e kanë natyral. Po, është natyral, po prapë sheqer natyral. Po përsa i përket ushtrimeve fizike, merresh me palestra siç duket, po apo bën edhe ndonjë gjë tjetër, tipit bën shumë ecje, aktivitete të tjera, nuk e di. Ato pilates. Unë palestrën e kam filluar jo direkt sa po unë nisa procesin tim të dobësimit. Muajt e parë nuk kam bërë palestër, sepse duke bërë palestër ti shton muskull dhe heq djam dhe demoralizohesh pak. Domethënë është shumë, unë e sugjeroj shumë që të niset, po do vërtet shumë vullnet që ti bësh të dyja që në fillim. Unë kam preferuar që të shoh një herë një ndryshim, pastaj të vazhdoj palestrën. Dhe ajo që mua më pëlqen tek palestra është pjesa e peshave, domethënë ushtrimet e rezistencës, që ndihmojnë shumë në insulinë rezistencë, sidomos në gocat që kanë PMS, dhe bëj shumë ecje në malore, domethënë, edhe ecje në për Tiranë, kështu. Pra ke aktivitet, i bën këto 10.000 hapa. Cili ishte numri kalorive ditore që ti merje gjatë dietës? Sa e kishe vënë limitin ti? Në fillim kam bërë një dietë shumë restriktive, të thash ka qenë diku te 1000-1100 kalori, ndërsa tani jam diku te 1400 në ditë. Pra ke qenë deficit kalorik ekstrem. Duhet ta llogarisësh një herë se sa e ke metabolizmin tënd bazal, dhe pastaj duhet ta shohësh deficitin sipas asaj. Kjo nuk është, kjo shifra që Kristina tha nuk është personale, domethënë për mua, nuk është për të gjithë, dhe unë tani bëj goxha aktivitet fizik që e kam 1300 kalori në ditë atë. Fantastike. Kristinë, ti sapo ke mbaruar 6 vitet e mjekësisë dhe njëkohësisht je duke përgatitur për specializimin, apo jo? Çfarë do të zgjedhësh? Çfarë planesh ke? Nuk e di, mua më pëlqen shumë kjo pjesa e ginekologjisë dhe endokrinologjisë. E kam shumë me pasion, domethënë duke qenë se ka qenë diçka që mua më ka prekur dhe vet, edhe kam shumë empati për të gjithë njerëzit që po e kalojnë si gjë. Të ndihmosh të tjerë. PCOS-ja ose PMS-ja nuk është një sëmundje, është një sindrom dhe nuk duhet të trajtohen njerëzit si të sëmurë dhe si pacient, por duhet të trajtohen si njerëz që kanë nevojë të mësojnë se si të menaxhojnë trupin e tyre dhe simptomat që ata mund të kenë. Do ta kemi fatin të kemi në Shqipëri? Shpresoj që po nuk e di akoma. Nuk e di. Specializohu një herë dhe flas. Ndonjë mesazh për ato vajzat që po na ndjekin, që mbase tentojnë shumë të humbasin peshë, po nuk ja dalin. Çfarë do të thuash? Një mesazh është e para njerëz që mos dorëzohen, duke qenë se e kanë bërë unë, e kanë bërë shumë njerëz të tjerë, mund ta bëjnë dhe ato, normalisht. Dhe e dyta është që duhet të kenë shumë kujdes se ku i marrin këshillat, sepse jo çdo këshill që lexojnë online mund të jetë e personalizuar për to. Në fillim duhet adresuar problematika që ato kanë, pastaj të gjehet një zgjidhje. Ndonjëherë nuk mund ta bësh dot vetëm, ke nevojë për ndihmën e dikujt. Patjetër, sidomos ndihmën e ekspertëve, se dhe djeshim duke diskutuar në studio në fakt për gjithë këto këshilla dhe reklamat e dobësimit që qarkullojnë online dhe që gjithë njerëzit mund të bien prej mashtrimeve, kështu që është e rëndësishme që vetëm ekspertët duhet ndjekur. Unë mendoj se ka një pafundësi suplementesh që ti mund të përdorësh, që të ndihmojnë, por e vetmja gjë që mund të dobësojë është deficiti kalorik.
Mund të ndihmojnë suplementet, nuk jam kundër, domethënë për Suplementi dhe aktiviteti fizik janë por pavarësisht se nuk janë ilaçe, gjithmonë duhet të konsultohesh me mjekun ose me farmacistin sepse ato kanë dozimin e tyre, kanë kohën e tyre që duhet të konsumohen. Suplementet që duhet një shumë Marr një shembull shumë që unë e shoh që abuzohet shumë, sidomos me vitaminën D3, që vitamina D3 është shumica e njerëzve janë deficient nga vitamina D3, e kanë shumë të ulët në trup, dhe është shumë e nevojshme për trupin. Por koha që ajo duhet të konsumohet, duke qenë se thuhet që është vitamin D3, por në fakt është një hormon, duhet të jetë patjetër në paradite, sepse nuk mund ta konsumosh në bazë dite dhe shoqëruar me një vakt yndyror. Shumica e njerëzve thjesht e marrin dhe mund ta konsumojnë në çdo orar të ditës, dhe ajo nëse konsumohet në orare të tjera të ditës përveç paradites, më shumë të prish punë, për t'jep efekte anësore të Mirë, ati është një shembull. Krishtin, faleminderit shumë. Je shumë e mirë dhe shumë suksese. Shpresojmë shumë që pasi të mbarësh specializimin të vish në Shqipëri dhe të japësh kontributin. Dhe pse jo të na vish pastaj në studio, se ne kemi gjithmonë ginekolog dhe për tema të ndryshme, mjek të cilët ndajnë me informacione dhe këshillat e vlefshme që kanë, kështu që pse jo, do të presim me shumë qejf. Inshallah ka kohë atëherë se do mbushet plot me pacientë. Mirë, kemi ardhur në fund e premte, çfarë lumturie është për ne, moj Kristin, të premteve, se kemi ditë pushim. Sërish të hënë, se ditët ikin shumë shpejt në thënë drejtën, por si të qofnë edhe këtë të premte, do ta mbyllim me recetën e mirës. Të hënën do nisim dietën. Patjetër, të hënën do nisim dietën pasi të hamë edhe drekën e mirës. Bashkë shihemi. Sot ku i kishim byrekët? Shihemi të hënën. Nuk kemi levrek sot. Sot kishim levrek me oriz. Deri atëherë mirupafshim. Mirupafshim. Javë të bukur.